vende që rrallë përmenden kur flitet për turizëm, por pikërisht aty fshihen aventurat më të bukura. Nuk të ftojnë me zhurmë, por me bukurinë e heshtjes së tyre. Në 830 metra mbi nivelin e detit, një qytet malor mbart frymën e traditave të veriut, gjurmët e Lek Dukagjinit dhe penën e Migjenit. Të guximshmit këtë herë vinë në Puk, një qytet të vogël, i fshehur mes maleve dhe pishave, por ama një qytet i madh për sa i përket historisë, kulturës, traditës, por sidomos bukurive të mëdha natyrore. Dhe nuk jam vetëm, jam sigurisht me një pukiane të vërtet si Valbona Mhilli. Mirë se erdhe në Puk Irini, edhe faleminderit që more guximin, edhe more një super skuadër, ata të guximshmit, për të ardhur dhe për të vizituar Pukën, për të kuptuar diçka më shumë për traditat, kulturën. Pse duhet guxim për të ardhur në Puk? Patjetër që po. Pse duhet guxim? Po tani ti e ke parë vajzën trime në Big Brother VIP, për Berishë. Që është Valbona. Unë ju e dini. Dhe guxim. Duhet vetëm vullnet dhe dëshirë për të ardhur dhe për ta vizituar këtë qytet të mrekullueshëm. Do t'i bindin të guximshmit e tjerë që kemi ftuar me vete që Puka është një vend shumë i bukur? Mezi po pres për t'i prezantuar, kështu që nis skuadrën tënde apo të nis unë? E nis unë. Me Ola nga Valbona në theth direkt në Puk. Si ndihesh? Mirë, po nuk po shikoj të ketë ndonjë gjë për guxim akoma, kështu që rrugës na më pëlqen edhe Puka. Më pëlqen. Një korçar në Puk. Nuk e di si ndihet Keidi për këtë eksperiencë në të guximshmit. Ndihem si në shtëpi, unë nga mali vi, në mal erdha, kështu që nuk është se do me thënë duhet kemë një guxim të madh, mezi po pres të shijoj këto bukuritë e papara që ka Puka. Okej, do vazhdojmë të skuadra me një super veriore që e do shumë Pukën edhe mezi ka pritur për të ardhur këtu, nuk është e guximshme, por është super e guximshme, ajo është Livia Prunga, mirë se erdhe. Mirë se gjeta në vendin tënd me Valbon. Unë me thënë vërtetën një edhe Val Shkodre, jam këtë rrethume, por që është një nder që të ma prezantosh ti Pukën, mezi pres, edhe let's go! Le të ikim. Por kemi dhe një tjetër pjesëtar në skuadër që ka ardhur më shumë dëshirë. Faleminderit shumë që u bashkove skuadrës son. Po si mund të mungoja unë në Puk? Tash nuk e di. A është lartësia, a është ajrja, po çfarë po më ka kapur një pozitivitet edhe një energji e paparë. Bravo, kjo na duhet. Sillni ato sfidat, ju lutem. Ta Ola s'kan parë asgjë akoma, po normal më Ola. Prisni pak tani sa të vi Vullnet Kuçi, një tjetër pukian, guid turistike, i cili do të na prezantoj më shumë detaje dhe çfarë na presin ne këto 2 ditë në Puk. Çfarë aventurash, çfarë atraksionesh? Mirë se erdhët Puk, shumë kënaqësi t'ju kem këtu qendrën e sheshit qytetit. Siç e keni emrin kështu dukeni, të guximshëm edhe Pra da këto përporcohet ky mendime që duhet guxim në Puk. Mendoj që qyteti i Pukës është një qytet i cili ndodhet rreth 130 km nga Tirana. Dhe ndaj këtë informacion për të thënë se nuk është edhe aq larg, por është një qytet që ofron shumë dhe guxim duhet vetëm tek pjesa e atraksioneve që do zbulojmë, cilat janë vërtet shumë bukura dhe mendoj që janë një pasuri e gjithë Shqipërisë, jo vetëm e Pukës, si pjesa e pyjeve të Pukës, si destinacionet natyrore, por dhe ato që ne do i zbulojmë pak nga pak. Parashikohen ditë shumë të bukura në Puk, kështu që unë të mos mbasim kohë, po të fillojmë direkt me aventurat. Unë shumë zhurmë, ato me një brëritje ose me një dritërim duar, thuhet kështu apo jo? Jo, ë? Ola vëri duar në kokë ose ku të duash? Okej, filloj nga poshtë, 1, 2, 3. Marshallah, marshallah, sa bukur na ka dalë nusja, marshallah. Mjafton. Wow, Bona, sa bukur. Ndalesa e parë në Puk është tek Pallati i Kulturës, konkretisht te Muzeu Etnografik, dhe siç mund ta shihni, Valbona është veshur si një vajzë tipike pukiane. Dhe për më shumë detaje të tjera do të na flasë Samidje Lama, që është drejtoresha e Pallatit të Kulturës, se çfarë përfaqëson kjo veshje. Mirë se na erdhe Valbona, vajza jon pukiane, dhe e veshur me kostumin tradicional të Pukës. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme
jashtëzakonshme, edhe kam një emocion shumë të madh, edhe nuk e kisha menduar që do vi një moment që mund ta vishja këtë veshje, dhe aq më tepër ju duke më kënduar këngë nuserie. Kjo është një veshje ceremoniale, është një veshje nuse, domethënë që duhet të shndriste, duhet të ishte e veçantë nga gjithë të tjerët dhe duhet të ishte domethënë në qendër të vëmendjes dhe në qendër të syrit të gjithë të pranishmeve. Siç e shihni ju, ka edhe një varg me ruaza që janë edhe tip hajmaliash për syrin e keq. Sepse na këtë Valbona zona me na pa syri keq, se kena gocë të bukur. Patjetër. Valbona, si ndihesh ti me këtë kostum? Cilat janë ndjesitë, emocionet që po përjeton tani? Emocion shumë i bukur edhe po mendoja atë ditën kur unë mund të vishem nuse, se jo, të vesh edhe kostumin tradicional pukjan, do ishte fantastike. Kur do që të bëhet dasma ime, kjo veshja do jetë e veshur nga unë, kështu që do kesh pak të vështirë Valbona, sepse kjo është një veshje që ka një peshë shumë të madhe, edhe e para, do me thanë, duhet dalish tamam si ato vajzat e pukës, me kokën ule duke qaj. Pa diskutim, e bëj që tani unë atë, edhe duke qarë, edhe e dyta, vetëm veshja kushton, peshon 35 kg. Edhe 35 kg ti, ban 7 Po mirë, do marrim një burr të fuqishëm që mund të na mbajë, kështu që Pallati i Kulturës është një atrakcion për turistët, edhe shumë i vizitueshëm. Për gjithë ata që vinë këtu dhe duan të shohin më shumë për muzeun etnografik, por në përgjithësi për sa i përket kulturës së Pukës. Çfarë sigurohesh ti që t'ja u mësosh atyre me patjetër dhe të dalin të informuar nga Puka, që dhe ata të mos e harrojnë për Pukën? Një detaj, një informacion i rëndësishëm për pukianët. E para punës duhet të mësojnë se Puka është një nga qytetet e hershme. Kemi edhe një hartë të shekullit dytë të periudhës iliro-shqiptare, iliro-arbrore. Këtë duhet ta majnë mend sepse nga njëherë Puka quhet si qytet i vonë, do me thani i krijuar vonë. Në të vërtet ka qenë një qytet shumë e hershme, me një kulturë shumë të pasur. Do me thani kalaja Komanit dhe 7 kala që ka rreth i Pukës janë një nga veçoritë që jo shumë qytetet e tjera kanë 7 kala dhe Puka ka 7 kala, fortesa dhe kryesorja dhe më e rëndësishmja është kalaja Delmacis. Quhet edhe Dukagjini Vjetër apo jo? Po, Puka quhet Dukagjini Vjetër sepse këtu Lek Dukagjini, Nikol Dukagjini, Pal Dukagjini që është baba i Lek Dukagjinit, kanë pas qendrën e tyre në Pukë. Dhe si nga gojdhanat thuhet se Lek Dukagjini do me thënë është djali i një vajze pukjane, pra nëna Lek Dukagjinit është pukjane, është nga fisi i Kabashit. Dhe një detaj tjetër që na emocionoi shumë ishte që këtu gjendet edhe violina e parë shqiptare apo jo? Po, është nësi t'ju a shpjegoj. Është kjo violina këtu, e punuar me duart e mjeshtrit pukjan Fran Pali. Të gjitha shkollat e muzikës shqiptare janë furnizuar nga violina që i ka bërë mjeshtri Fran Pali. Nusës pukjane desha me vo dhe diçka në dorë, sepse na kena nuse tash mund t'i vem edhe violinën, po ama unë kam dëshirë që t'i vem qiftelin. Përveç lahutës që ne kemi veglen e parë muzikore, qiftelia është një nga vegla që është përdorur në të gjitha sofrat dhe në të gjitha gëzimet dhe jo gëzimet, në të gjitha darkat e rëndësishme pukjane. Si u zhdukur Valbona në Big Brother? E mirë, Valbona, vajzë shkadh, vajzë Zoja, vajzë... Ju ka bërë krenare? Ka bërë krenare, pa tjetër që na ka bërë krenare. Kishte pak bërtitme nga një herë, po tashi na kena zanin e lartë, ka thënë edhe Valbona vetë. Sepse kena, shiko, na... Po ne jemi sinqertë edhe kurse duam njëri tjetrin e themi, siç po e thot zonja. Nuk është ta përdume momentalisht.
Këtu ndodhemi tek një pjesë të qendrës qytetit, ku ndodhet dhe busti i Migjenit me Lulin e Vocër, personazhe që njihen nga poema e Mjerimit, por për ata që se din, Migjeni ka një lidhje më shumë se artistike shpirtërore ti, sepse ai një pjesë madhe të jetës Ka kaluar këtu. Pjesën më të vështirë të tij e ka kaluar në Puk. Ai erdhi për shkak të sëmundjes që kishte që vuante në rreth vitit 1936 dhe qëndroi deri në gjysmën e parë të vitit 1938, periudhë e cila ndikoi tek ai dhe i dha frymëzim për disa nga poemat kryesore që ai tashmë njihet. I pari që u emocionua shumë kur pa pikërisht bustin e Migjenit ishte Eugjinia. Pse Eugjinia? Ka një histori të veçantë sepse ti u emocionove kaq shumë? Sepse historinë e Lulit të Vocër e kam ndjerë shumë i vogël, ma kanë lexuar të shtëpisë, domethënë më mbanin kështu në korrent me gjëra dhe ka qenë një nga të parat që kam arritur të përthithë dhe që e dëgjoja, po. Edhe ndjesha shumë keq për Lulin e Vocër, nuk e prisja ta gjeja këtu në mes të Pukës. Po pas 27 vitesh. Jo 27 jam tani 24. Ku morën telefon që i the direkt shife se çfarë gjeta këtu në Pukë? Mamin. Edhe i thash, a i gjendot kush është? Jo, tha se di kush është. Ja drejtova kamerën te këpucët e grisura. O, Luli Vocër. U emocionova, vërtet u ktheva shumë brapa, të betoj. Oj, du të baftë në natë, se ishoj të abyllure në Pukës. Vetëm pak hapa larg qendrës shtrihet liçeni i Pukës, një nga atraksionet më të bukura të zonës. Ujiti i kthjellët dhe gjelbërimi përreth krijojnë një hapësirë ku qetësia dhe aventurat ecin krah për krah. La shko, një sekundë, atë më banë Po qunat e Pukës. Që ka të mere? Hop, me dhe me këtë shlodhesh pak. Hop. Për fëmila, la të beton. Oh! Po jam se mbarova! Ama! Eugjinia! Ajme bajca se porashu, teba! Eugjinia! Nuk e vej me Tysonin e ty! Dhe tani fillon pjesa aventureske në Pukë, eksperienca me motora 4x4 ose ndryshe ATV. Me Ndrek. Ndrek ka rezervuar këtë surprizë për ne këtu në Pukë. Do na tregosh pak çfarë na pret tani? Sot do ju dërgoj tek një pamje paranomike shumë të bukur këtu pranë Pukës. Është një vend shumë i bukur për perëndimin e diellit. Fshihen disa fshatra rreth Pukës. Është shumë bukur. Dhe ka shumë aventurë. Pak terren i egër, natyrë e bukur. Absolutisht. Jeni gati për këtë eksperiencë, Ola? Jemi gati. Dhe sot do e vërtetojmë që gocat janë dhe më të mira se çunat. Shpejti! Shpejt, Ola! Motorrat ATV po ngjitemi drejt kurorës së qytetit, ose siç e quajnë ndryshe banorët e vendit, kundra ajrore, një zonë që dikur shërbente si bazë ushtarake. Çdo moment në këtë eksperiencë të sjell ndjesinë e lirisë dhe adrenalinës.
take our time to fly. We're champions in the sky. So let's ride tonight. Nuk më marrin seriozisht, as që dua ta ngas vërtet. Si dua, ha? Më pranoni ju kësaj nga... Me gumërzite? Me të shif. Se duan vetëm ta ngasin. Unë as nuk e kam provuar. Fare, nuk kam pritshmëri nga VIP-at. E papritura në ndodhi, na zurinata në fshatin Buzhal, ende larg destinacionit të radhës. Na duhet të lundrojmë në liçenin e Komanit për të shkuar tek Pestinët, vendi që kemi zgjedhur për të akomoduar dhe relaksuar. Edhe pse mund të dukeshim të qetë, në të vërtet paniku na kishte kapur. Kto janë thjesht momente për të hequr frikën, se në të vërtet kemi shumë frikë. Ola ka frikë se I vjen Ariu. Jemi me sa shkundit. Kjo zona këtu quhet Buzhal dhe po presim, jemi afër liçenit Komanit dhe po presim varkën të vitë na marri dhe të shkojmë të akomodohemi sonte tek Pestinët, aty ku do flejmë afër fshatit Berish dhe liçenit Koman. Është një eksperiencë sfiduese që të lundrojmë. Dhe të notojmë. Dhe të notojmë. Jo, unë kam shku në Itali me gomore. Dhe ja u drogu e kemi Livia shoqen tonë. Natën, patjetër. Kështu që më kujtu një gjë ngjashme. Me notin si jeni grupi? Me notin ne të Korçës jemi bomba. Aty jam marrur, që jemi rregull. Po mos haro se je në liçen këtu edhe. Okej, nuk ka nevojë për të tilla paniqe, kështu që nuk bëhemi gati të shohim. Tani e kuptoj pse Valbona tha që duhet jeni shumë të guximshëm të vini. O bona, nuk e di, unë kam ca flutra në bark, po nuk e di nga çfarë I kam. Nga frika. Po, nga frika e rushës. Emanueli, guida jon, drejtonte varkën me siguri gjatë gjithë rrugës, por mendjet tona fluturonin në skenar të ndryshëm. Pas gjithë atij tensioni, më në fund mbërritëm. Aty ku frika mbaroi, filloi me njëherë lehtësimi. Na priste një darkë ngrohtë tek Pestinët, momenti perfekt për të marrë veten nga emocionet intensive që përjetuam. Mëngjesi në Pestinët ishte një ndër momentet më të paqta. Kjo fal natyrës që na rrethonte. Ndodhet konkretisht në fshatin Berish, përballë ishullit të paqes në liçenin e Komanit. Historia e Pestinët fillon mbi ujë. Në vitin 1994, Ania Dragobia nisi të lundronte çdo ditë nga Fjerza në Koman, një nga nismat e parë që I dha jetë turizmit në këtë zonë. Vitet kaluan, vizitorët u shtuan dhe në vitin 2012, mbi pasqyrën e liçenit, u shfaq një kapitull I ri, Tragedi Berisha, një ftesë e hapur për të njohur magjinë e kësaj natyre. Por udhtimi mbi ujë nuk mjaftonte. Vizitorët kërkonin të ndaleshin, të qëndronin dhe ta përjetonin këtë vend.
Kështu, një familje me 5 fëmijë në fshatin Berish vendosën të mbyllin ëndrat e tyre në 5 shtëpi druri dhe çdo mysafir që mbrin këtu sjell me vete një stinë të re. Kështu lindi Pestinët, një vend që është i hapur në çdo kohë dhe në çdo stinë. Gjithçka është menduar me kujdes, që vizitori të ndihet si në shtëpinë e tij, nga akomodimi tek ushqimi, nga qetësia tek mikpritja. Një vend për të shkëputur nga zhurma e qytetit dhe për t'u afruar më shumë me veten dhe me natyrën. Me transport dedikuar nga Fjerza, Koman dhe Shkodra, gjithçka është organizuar për ta bërë eksperiencën e vizitorëve sa më të lehtë. Turistët e huaj janë ata që e preferojnë më së shumti këtë vend. My name is Katja. And I'm Georg. My name is Denisa. Chile. Where are you from? Germany. Belgium. How did you find this place? TikTok and Instagram. On Airbnb. And also a recommendation from friends. It's so nice, the views, we love it. What do you love mostly here? I would say the view. Okay. Yeah, food's also nice. Yeah. Yes, we have one of the villas down there, and it's nice because it's more quiet and we have our own space. So it's way more beautiful than we thought because of all the lakes and the people are so nice. Yeah. No, the nature is amazing. Also, even the trip driving to here, but the people, they were so nice helping us. And yeah. What about accommodation, the food here in a 5 season? It's very, very nice. Yeah, very nice. Yes. We fished from the river here and it was amazing. Yeah. Yes. All the tastes were good. Pas qetësisë që na ofroi qëndrimi tek Pestinët, tani na priste një tjetër sfidë. Të ngjiteshim në lartësi që ofrojnë pamjen më mbreslënse mbi liçenin e Komanit. Qëllimi jon i kësaj dite është të mbrim në majën e Murgës. Përpara se të shkojmë dhe të bëjmë gati për nisjen tek maja e Murgës, një ndalesë e domosdoshme dhe shumë e bukur është tek shpella e Kaurit. Vullnet, çfarë historie të veçantë ka kjo shpellë? Atëherë ne ndodhemi këtu në një monument shumë veçantë natyror, por dhe monument kulture, e cila ndodhet përveç tjerave në një pozicion shumë bukur, panoramik mbi liçenin e Komanit. Por kjo shpellë, vite më parë, shekuj më parë, ka qenë e banuar nga murgj askep, të cilët privoheshin nga jeta sociale asaj kohe dhe praktikonin besimin e tyre. Prandaj edhe kjo shpellë e ka marrë sot ndryshe shpella e Kaurit ose shpella e murgjve që si njohim ne banorët. Kjo shpellë është rreth 120 metrë gjatë e thellë dhe ka 2 kate. Kjo është një veçori që bën shumë të veçantë nga shpellat tjera. Pjesa më e bukur e eksperiencës në Puk fillon tani, sepse është pjesa e hiking, pjesa më aventureske, pjesa më sfiduese, dhe në krye kemi një super guid i cili do të na çojë deri në majën e Murgës. Emanuel Pietri, kënaqësi ta bëjmë këtë udhtim bashkë. Mirë se keni ardhur, edhe për mua shumë kënaqësi se keni ardhur dhe shpresoj t'ja kalojmë një ditë sa më të mirë. Këtu jena në fshatin Bozhalk, sapo kena nis hecjen për me dalë në majën e Murgës. Do ngjitemi, do dalim në qafën e Les, edhe aty mund bëjmë një pushim ashtë një zonë
me panoramë shumë bukur, edhe pasandaj na vazhdojmë vizitën për te Maja Mors. Disniveli, çfarë vështirësie ka? Maksimumi 400 metra, nuk ka se ka ndonjë disnivel kush e di. Edhe vështirësia shtekut është shumë e thjeshtë, veç a kena në energji? A kena energji pra? Ne kemi. Jo më duke. Kena plot energji. Kemi. Bona se energji kemi. A duhet guxim për pukën? Duhet shumë guxim. Po bukjanët kanë guxim? Kanë guxim edhe është nder krenari që një ndër më të guximshmit këtu në Pukë edhe në Shalë është pikërisht kushëriri im i vogël, ku unë e kam takuar në këto udhime dhe mund të them me plot gojë që është krenari e familjes tonë, por edhe Pukës. Kështu që faleminderit Emanuel. Faleminderit Emanuel. Reina i kuka mbetur. Deri tani aktiviteti jonë në për malet e Pukës po shkon mirë, po kjo fal këtij grupi fantastik, por fal edhe kujt ju Fal Valbonës që na mbushi me pozitivitet. Po pse kështu Valbona? Domethënë, tash të flasësh për dashurinë në majtë të malit. Edhe të mos mbushesh pak natyra, pak dashuria e Valbonës, a e di si jam unë, të kthejmë në Tiranë të martohem. Unë di të them vetëm kaq që unë me Valbonën kemi shumë vite që jemi miq të mirë dhe është dita e parë në jetën time që unë shoh Valbonën kaq të lumtur. Domethënë dashuria do të bëj. Sot u dashuruaj ajo, kaq që dje që është e lumtur. Po mirë kishim sa kohë pa u takuar. Neve po që shumë e lumtur. Bravo edhe atij çunit, bravo. Spuk apo jo? Ore Lerini Valboni, ju po ju si keni raportin me dashurinë njerë? Faleminderit. Ikin dashurisë shunat, me vrap. Po i dishi Valbona. Tani me qëra fjalla për dashurinë, tek emisioni Përputhen kemi një super opinionist. Laerti. Më ftuan mua në Përputhen këtë vit, more veshti. Vërtet? Po, më dinin peqar akoma. Oh, konkurent ti në Përputhen. E mendon dot? Jo. Po pse ky propozimi? Po unë i thash, unë kam edhe një çun të vogël, i thash edhe tani është turp që të më shikoj çuni babin aty duke njohur partnerët. Jo më thjesht, duan show, kanë besim te ne dhe me këtë rast të na bëjnë edhe nder sipas tyre. U tundovët në një moment? Jo, në asnjë moment. Unë kam vendosur, po se gjeta vetë mamaja maksimumi, jo me Gipojani. Si ju duket tani Puka? Shumë e bukur. Është një zonë shumë e vështirë. Duhet guxim. Duhet shumë guxim dhe është shumë bukur. 3 fjalit bazike. Që di. Po realisht është fantastike. Edhe shumë faleminderit këtyre çunave që po na shoqërojnë dhe ndërkohë na bëjnë edhe si të thuash këtë përshkrimin historik të zonës. Që ka zonë me shumë histori dhe është gjuna që është lënë kështu pas dore pa u treguar këto anë kaq të veçanta të zonës. Bona, fol me ndonjë laf. E mua më vjen shumë mirë që Eugjini dhe Kedi na janë bashkuar në këtë udhim që u bashkova dhe unë. Sa vjen e vështirë sot. Është një terren malor vërtet vështirë sepse dhe unë nuk e kisha përshkruar ndonjëherë, po Irini dita bëj këtë realitet që unë të shkel në këtë mal të bekuar të Pukës për herë të parë dhe jo vetëm. Sepse për herë të parë kam takuar dhe kushërinjë, për Eugjinin kam marrë vesh është me një vajzë shumë
shumë të përfolur të showbizit shqiptar, po nuk e di pse ende nuk e ka deklaruar. Por nuk është nga Veriu kjo vajza. Po. Nuk është nga Veriu. Dim të themi që është një vajzë shumë e njohur, një vajzë shumë simpatike. Por kaq. Kështu. Ikim tani se po na tërhet Kishte ngelëm, ikim se ngelëm. Ngjitja është eksperiencë sfiduese. Çdo hap të teston durimin, vendosmërinë dhe aftësinë për të përballuar lodhjen. Ngjason shumë me momentet e vështira që mund të na sfidojnë në jetën e përditshme. The hiking na mëson diçka të rëndësishme. Nëse do të arrish majën, mos u dorëzo, sepse çdo hap të afron më pranë qëllimit. O, sa I lodhur jam. Po se vras shumë mendja se do të çlodhem më vonë. Po derisa të çlodhem do jem shumë I lodhur. Po kur të çlodhem prap do lodhem pasaj. Ikse u çmenda fare, as nuk lodhem, as nuk çlodhem. Oh, lodhem. Olivia, sa vetëm ty s'të kam pyetur. Da që të shikoj njëre keme shumë të motiv. Shumë fare. Fare, etë se këra djerësit. Ne kemi mbërritur në majën e Murgës. Bravo për ne, por mungojnë 2. Jo se mungojnë fare. Sa arritën të arrinin. Nuk e kishin guximin, aj sa ne, Po, vërtetua. na kishin paralajmëruar që do të guxim për me ardhë në Puk. O Valbon, ku je? Bona! Shpresoj mos I dorëzuar fare. Shpresoj që s'na bashkohen deri në maj Emanuel apo jo. Po mirë, tash ju ishit më të mirë, por edhe ato do të vinë. Jo, ti si profesionist isha, se ti ke parë shumë që ngjita në kështë zbresin. Me performancën që kanë patur deri në këtë pikë. Mendon se do vinë? Po mirë, se ato me ardhë do të vinë. Por tash nuk ka thënë se kena me kanë të tonë me të njëjtin. Po na lerë pra ca bëjmë pak shefin vetë. Shpresa është e fundit. Alesa ne dim që s'kemi bërë heroizma, pa. Po ju jeni të më të mirë, pra, keni të një orë diferencë. Shpresa është e fundit që Ata rrugës kanë qenë duke folë për dashurinë, unë kam përshtypjen që janë ulur, por atohen, po zhvillojnë bisedat. I falova, I arrita ma arritën një pritë. Po t'ishte puna për dashuri, jo, ka fola, jo. Ka folë brava kamerave. Behind. Si më e grep. Dhe më shura fjalla, po këto 2 goca tona. Shtaj për këtë dashurisë. Dashuri kemi. Kemi. Po, kemi dashuri për njerëzit e zemrës, po nuk është sa... A keni njerëz zemre? Përveç familjarëve, jo. Livia? Edhe shoqërisë. Jo, unë njeri zemër tash nuk mund të them që kam. Po, Në tentative si për po. tentative si për mund quhet, po, okay. A, e thash? E the? E thash në kamer? A është personazh publik? A mikrofon? A është personazh publik? Ti pse bën të pyetje ti? Unë e di. A mund ta di publiku? Jo, nuk mund ta din absolutisht publiku. Po do kemi shumë shpejt të reja. Ndërkohë kemi një tjetër të re, Valbona! Nuk vi me lajme të mira. Pse? Erdhëm vonë për arsye shëndetësore, Kedi u detyrua ta ndërpriste ngjitjen e malit. Pse? Është shumë mirë, mos u bëni kosi, por që na u desh një 5 minuta, 10 që të shikonim gjendjen e tij të këmbëve, është shumë mirë. Është shumë mirë, jemi siguruar. Jemi siguruar që është shumë mirë, është vetëm 200-300 metra larg nesh. 7.000 metra në nivelin e drejtë. Por që Po vjen, është okay. jo, do I bashkohemi ne gjatë rrugës. Ah, okay, deri këtu nuk do vjen. Deri në këtë maj kaq të bukur. Megjithatë unë jam ato shprehjen, unë kisha një përfaqësues nga fisi im, kështu që arriti I pari, kështu që do artrokite për grupin, për Livian, për Roland, që janë fantastike, nuk e di nga I buron kjo energji e papar. Ka ndikuar ajri pastër? S'levis kamen. Në këtë fjalimin tënd?
në këto fjalë të ëmbla të bukura? Jo, shpër nuk e kuptoj se çfarë po thua, po ka mbaruar loja e Big Brotherit, jemi duke bërë hiking. Ti s'ke bërë asnjëherë lojë, ke thënë. Kjo s'ka bërë asnjëherë pushim. Mirë në tjerët, po, ti s'ke bërë. Po, kemi edhe një pyetje për ta qartësuar për Livjen, se ditët e fundit ka qenë kështu shinjestër për portalet, për komentet, për shkak të një komenti që ti ke bërë, me që u përmend Big Brother dhe tek një ish banor. Dritën e diellit? Po. Ke bërë një koment tek nga e Jozi dhe nuk e di pse komentet e publikut ishin jo shumë të këndshme dhe ishin të habitur shumë se ç'ne ti që tani ke shoqëri me Jozin. Po në fakt nuk e kuptoj sepse ky publiku jon, në vend se me thanë bravo, i kanë lënë pas gjithë ato fjalë të shëmtuara ose disa situata që nuk ishin edhe shumë të këndshme, e nuk thanë bravi, jo. Do gjykojnë, do alarmohen, po që unë jam shumë e lumtur, siç e kam thënë edhe kur ishim në 10 herën e fundit, unë Jozin e kam shumë gjan, kemi një miqësi shumë të pastër edhe shoqër drejt diellit. Ja, si u pajtuat? U pajtuam sepse kur mbaroi spektaklin ne kemi pas mundësinë me fol patjetër. Edhe normalisht jashtë është gjatë tjetër. Duhet ta thotë që i pajtoi Valbona, po nuk e pajtove. Jo, nuk i ka pajtuar. Uaj, të mërshme. Uaj, të mërshme. Jo. Në bisedën tjetër telefonike me Jozin do ta konfirmojmë këtë gjë. Jo, nuk është as pak e vërtetë. I kam shkruajtur më përpara unë Jozit për muhabet e tjera. Si e ka pritë Rozana këtë shoqërinë me Jozin? I ka bërë përshtypje që tani ke shoqëri me Jozin duke marrë parasysh gjithë situata që ka ndodhur në Big? Jo, no. Delma nga shtëpia që është pajtuar kjo. No, Rozana ma njeh natyrën, e din që në fund të fundit jam një vajzë shumë pajtësore, kështu që absolutisht nuk no. Po e dini që Eugenie do futen Big Brother? No way. Vendos. Me krahas forta. Do një këshill? Në një këshill këto për mua. Po unë shkoja nga televizori e thoja me vete pse s'ton kështu, pse s'ton ashtu, do më japin këto këshill. S'doni edhe ne për tjerë. Njëri ti e din, po publiku nuk e din, kur kam dalur nga Big Brotheri, si Eugenie dhe Katie ma kanë bërë një prank, unë po i besoja, sikur do hyshin në Big në atë moment nga masditja, erdhën edhe bashkë sikur kam emocione. Livia çat bëj si është edhe. Unë atë ditë do futesha vërtet si çu futa, po Livia po i thoshim sikur do hyja si konkurrencë, banor për shemb. Edhe bashkin pyetje të interesuar, po si është aty, po kamera, e harruat kamera, edhe Katie kam emocione. Po ti e dije që Eugenie t'i ka lënë propozim për të qenë në përputhje si konkurrent? Seriozisht? Po për zotin. Nuk e di nga më jeton mua. Këtë vit ka dhe trajnim në përputhjen, kam pak e çdo lloj gjaje për të ecur sa më mbar. Me ke Loredana? Jo, është një rol i ri. Jo, se ka me Loredana, por që meqense çse ka me siklet, ke edhe dikën që mund të ndihmoj. Sa kam pa? Me siklet as e kisha as e kam. E lasha të muhabet. Ai nuk do futesh? Jo. Do blen Big tani. Po përputhim ne, o vlla. Jo, na të punë, s'mbajta. Dhe për ta përmbyllur këtë eksperiencë, Manuel, diçka që mund të na thuash pikërisht për këtë destinacion ku ne kemi mbërritur majën e Murgës, ka ndonjë histori të veçantë, sa metra mbi nivelin e detit jemi? Pse quhet maja e Murgës? Maja e Murgës është një majë me një lartësi maks 700 metrë, 607 metrë, 700 metrë afërsisht rreth këtyre dyjave. Maja e Murgës, siç e shihni, ka tana krah, 3 rrotull, ka një pamje shumë bukur, siç e thon. Maja e Murgës është kanë përdorur në atë kohë si pikë kontrollit, se mund ta shihni kena krejt komplet pjesën e komanit, i kena poshtë krahun e Puks, tana luginat përreth, si ka rrugë lidhëse me këtë zonë, është si pikë kontrollit. Okej, super. Edhe tjetra është se kjo maje ban ndarjen e mes komanit edhe Puks. Këto tek kjo maje, unë kam vazhdu rrugtimin e punës temes që është në fillimit e para, mija që është moshën 14 vjeç. 14 vjeç. Po, këto është kanë destinacioni i parë edhe kanë fiksimi jem si kjo zonë mu ba kjo si janë sot. Në fakt kaluam edhe shpart tek se ishim do 3 me Livia, kaluam te një pemë dhe na tregoi që kishte vizatuar një zemër kur ka qenë 5 vjeç. 5 vjeç. Po, dhe ishte. Ne kemi dhënë në trung. Po. Është ala prap. Po, është akoma. Deshti të nejtë më pa jo. Dimsa sekrete më shumë. Për këtë më shumë knasë. Kështu që kushdo për eksperienca të veçanta në Puk, kontaktoni Emanuelin, ne kemi shuar pafund. Nuk e di grupi ka ndonjë koment, ndonjë përshtypje për gjithë eksperiencë këto 2 ditë në Puk?
mua për vete më shkënaq shpirti dhe është një eksperiencë që duhet ta provoj gjithkush. Unë për veten time diskutuam që muajin tjetër do vim të mbledhim dhe gështenja. Po, tetor. Si kështu jeni të ftuar edhe ju. Të qeshurën e këtyre 2 ditëve do ta mbajmë në gjithë, të betojmë. Përveç pasaj natyrës që nuk po e themi prapë se tha Valbona 4 herë shparë. Pse iku Valbona? O Bona, pse ike? Po, merr kamerë, Bona. Po pret telefonat. Livia mirë. Nuk lëvizi ma kamerën që betohem. Po që kjo pamje nuk ka të paguara dhe është një shërim me gjithmonë të shpirti kjo. Është nuk e di, kur rrin larg telefonit, kur ke mundësinë me komuniku, vetëm natyra të shëron, kështu që Po të vjen natyrshëm të bësh këtë veprimin olla. Ka u bojsi. Grupi shumë faleminderit, ishte kënaqësi që isha me ju në këtë eksperiencë dhe shpresoj të shihemi sërish nëpër Shqipërinë tonë të bukur. Faleminderit shumë tjerë. We take our time to fly. We're champions in the sky. Dhe kështu mbyllet udhëtimi ju në Puk, mes peizazheve të jashtëzakonshme, aventurave që na sfiduan dhe momenteve që do t'i mbajmë mend gjatë. E sigurt është që të gjithë jemi në një mendim që Puka ka çfarë të ofrojë kur vjen fjala tek turizmi.